Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do të jemi së bashku çdo ditë në orën 07:30. Data sot shënon 24 dhjetor dhe ne kemi përgatitur për ju disa informacione me ngjarjet më të rëndësishme të ditës, të cilat ju ftoj që t'i ndiqni. 24 dhjetori është dita 358 e kalendarit gregorian, kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 7 ditë. Ngjarje 1777. Detari anglez James Cook zbuloi ishullin Kiritimati në Oqeanin Paqësor Qendror. 1871. Premiera operas Aida Giuseppe Verdi. 1924. Shqipëria bëhet republik. 1951. Themelohet Libia dhe kolonitë italiane, Cyrenaica dhe Tripolitania. 1998. Betejë e Llapashticës, një ndër më të vështirat në Llap ku u vran shumë dëshmor. Lindje 1740. Lindi Anders Johan Lexell, astronom dhe shkencëtar finlandez. 1761. Lindi Selimi III, sultani i Perandorisë Osmane. 1812. Lindi Karl Eduard Zakarie, ekspert gjerman i luftës. 1818. Lindi James Prescott Joule, fizikant britanik. 1822. Lindi James Hermite, matematikan francez. 1838. Lindi John Morley, shkrimtar dhe politikan britanik. 1845. Lindi Fernand Cormon, artist francez. 1861. Lindi Rudolf Arbonelius, arkitekt suedez. 1868. Lindi Emanuel Lasker, shahist dhe matematikan gjerman. 1881. Lindi Juan Ramon Jimenez, shkrimtar spanjoll. 1884. Lindi Karl Hallard, aktor suedez. 1905. Lindi Howard Hughes, producent amerikan. 1907. Lindi Cab Calloway, muzikant amerikan. 1910. Lindi Fritz Ledber, shkrimtar amerikan. 1914. Lindi Herbert Reschenker, shkrimtar gjerman. 1925. Lindi Karl Erik Stark, aktor suedez. 1929. Lindi Mary Higgins Clark, shkrimtar amerikan. 1931. Lindi Mauricio Kagel, kompozitor argentinas. 1931. Lindi Jill Bennett, aktor amerikan. 1933. Lindi Eva Engström, aktore dhe shkrimtare suedeze. 1934. Lindi Stefan Mecic, politikan dhe kryetar kroat. 1945. Lindi Nicholas Meyer, shkrimtar, regjisor dhe producent amerikan. 1983. Lindi Irina Krush, shahiste amerikane. Vdekje 1486. Vdiq Erikos Olaj, historian suedez. 1524. Vdiq Vasco da Gama, detar dhe holumtues portugez. 1850. Vdiq Frederic Bastat, shkrimtar francez. 1863. Vdiq William Makepeace Thackeray, letrar anglez. 1927. Vdiq Vladimir Bekerev, neurolog rus. 1935. Vdiq Alan Berg, kompozitor austriak. 1938. Vdiq Bruno Taut, arkitekt gjerman. 1942. Vdiq Bertil Shedin, aktor suedez. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Vasco da Gama, i cili ka qenë një kërkues dhe detar nga Portugalia.
Për më tepër ju të ndiqni materialin e përgatitur. Vasco da Gama ka lindur rreth vitit 1469 në Sines ose Vindiguera të Portugalisë dhe ka vdekur në 10 orë të vitit 1524 në Koçi të Indisë. Vasco da Gama ka qenë kërkues dhe detar nga Portugalia. Ai ishte njeriu i parë që zbuloi rrugën detare prej Europës për në Indi, duke ia larguar kryesisht nga rruga toksore e cila kalonte nëpër perandorinë otomane. Ai ka sjell shumë përparësi kolonizimit portugez dhe lidhjen me vendet e Azisë Jugore. Babai i Vasco da Gamës quhej Estevão. Gjatë vitit 1460, ai ishte peshkatar në guvernatorin e qytetit Viseu. Estevão da Gama ishte i martuar me Dona Isabela Sodra. Për jetën e Vasco da Gamës në rini dihet shumë pak. Dihet se ka mësuar në qytetin Evora, ku ka mësuar për teorinë dhe praktikën matematikore dhe navigacionin, ndërsa më tepër i kushtoi rëndësi astronomisë, ku mësuese kishte astronomin e njohur Ibrahim Zacuto. Në vitin 1492, mbreti portugaliz John II e dërgoi në Setúbal në jug të Lisbonës me qëllim të marrë disa anije franceze si hakmarrje për plaçkitjen e disa anijeve portugeze gjatë transportit të disa mallrave. Këtë detyrë Vasco da Gama e realizoi me sukses. Në fillim të shekullit të 18, shkolla detare e Henry Navigatorit e zgjeroi dijen portugeze me skajin jug-afrikan. Prej vitit 1460 për qëllim kishin diçka tjetër, pikërisht gjatë shmangjes së anës jugore të kontinentit të krijohet rrugë më e përshtatshme detare deri te pjesët më të pasura të Indisë, të cilat në atë kohë kanë qenë të pasura me biber të zi. Nuk janë shumë të njohura detajet rreth udhëtimit të tretë të Vasco da Gamës gjatë manuelit të parë. Në ndërkohë Gama është martuar me Katarian Ataide rreth viteve 1500-1505. Për udhëtimin e tretë drejt Indisë u nis rreth vitit 1524. Mbas 3 muajsh në Indi, Gama sëmuret dhe vdes. Dhe tani do të kalojmë në rubrikën kuriozitete ku sot do të flasim për spitalet psikiatrike. A e dini se si u zhvilluan spitalet psikiatrike? Spitalet psikiatrike të njohura gjithashtu si spitalet të shëndetit mendor ose spitalet të shëndetit të sjelljes janë spitale ose reparti të specializuara në trajtimin e shqegullimeve të rënda mendore, duke përfshirë skizofrenin, shqegullimin bipolar, shqegullimet e të ngrënit, shqegullimin disociativ të identitetit, shqegullimin e madh depresiv dhe të tjera. Spitalet psikiatrike ndryshojnë shumë në madhësinë dhe në shkallën e tyre. Disa spitale psikiatrike mund të specializohen vetëm në terapia shkurtre ose ambulatore për pacientët me rrezik të ulët. Të tjerat specializohen për izolimin e përkohshëm ose të përhershëm të pacientëve që kanë nevojë për ndihmë rutinë, trajtim ose një mjedis të specializuar dhe të kontrolluar për shkak të shqegullimit psikiatrik të pacientit. Pacientët shpesh zgjedhin angazhimin vullnetar, por ata që kanë psikiatër besojnë se bën rrezik të konsiderueshëm për veten ose të tjerët, mund të jenë subjekti i angazhimit të pavullnetshëm dhe trajtimit të pavullnetshëm. Spitalet psikiatrike nganjëherë referohen si reparte ose njësi psikiatrike, psikiatria reparte ose njësi kur ata ndodhen në një spital. Spitalet moderne psikiatrike evoluan dhe zëvendësuan përfundimisht azilin më të vjetër të çmendurve. Trajtimi të burgosurve në azilet e hershme të çmendurive ishte ndonjëherë brutal dhe i fokusuar në kontroll dhe në kufizim. Me valët e njëpasnjëshme të reformave dhe prezantimin e trajtimeve efektive të bazuara në prova, shumica e spitaleve psikiatrike moderne theksojnë trajtimin zakonisht duke përfshirë një kombinim të medikamenteve psikiatrike dhe psikoterapisë, që ndihmojnë pacientët të funksionojnë në botën e jashtme. Shumë vende kanë ndaluar përdorimin e kufizimeve fizike për pacientët që përdorin lidhjen e pacientëve psikiatrik me shtretit e tyre për ditë apo për muaj në një kohë, sepse kjo praktik ende përdoret periodikisht në Indi, Japoni dhe në të tjera vende. Spitalet moderne psikiatrike evoluan nga dhe përfundimisht zëvendësuan azilin më të vjetër të çmendurve. Zhvillimi i tyre si edhe ngritjen e psikiatrisë të organizuar në institucione. Spitalet e njohura si Primariste ndërtuar në lindjen e mesme në fillim të shekullit të 9. Vari u ndërtua nga Bagdad në ndërheqjen e Harun el-Rashid. Ndonse nuk ishin të përkushtuar vetëm për pacientë me shqegëllime psikiatrike,
spitalet e hershme psikiatrike shpesh përmbanin reparte për pacientët që shfaqnin mani ose shqetësime të tjera psikologjike. Për shkak të tabuve kulturore kundër refuzimit për të kujdesur për anëtarët e familjes, pacientët me sëmundje mendore do dorëzoheshin me brimaristan të vetëm nëse pacienti demonstronte dhunë, sëmundje kronike të pashërueshme ose ndonjë sëmundje tjetër jashtëzakonisht dobësuese. Repartet psikologjike zakonisht ishin të mbyllura me shufra hekuri për shkak të agresionit të disa ndër pacientëve. Në Europën perëndimore, ideja e parë dhe ngritja e një spitali të duhur mendor hyrjen përmes Spanjës. Një antar i urdhrit mercedarian i quajtur Juan Gilberto Joffre udhëtoi shpesh në vendet islame dhe vëzhgoi disa institucione që mbyllnin të çmendurit. Ai propozoi themelimin e një institucioni ekzekutiv për të smundurit që duhet të trajtoheshin nga mjekët, diçka shumë moderne për kohën. Themelimi u krye në 1409 fal disa burrave të pasur nga Valencia që kontribuan me fonde për përfundimin e tij. Ai konsiderohej si institucioni i parë në botë në atë kohë specializuar në trajtimin e sëmundjeve mendore. Më vonë mjekët duke përfshirë Philippe Pinel në spitalin Bietre në Francë dhe William Turke në York Retreat në Angli filluan të abdokojnë në shikimin e sëmundjes mendore si një çrregullim që kërkon trajtim dhe dhimbshur që do të ndihmonte në rehabilitimin e viktimës. Në botën perëndimore, ardhja e institucionalizimit si një zgjidhje për problemin e çmendurisë ishte një ardhje e shekullit të 19. Azilet e para publike mendore u krijuan në Britani. Miratimi i aktit për azilet e qarkut 1808 fuqizoi qytetarët të ndërtonin azile të mbështetura me norma në çdo qark për të strehuar shumë të çmendur të varfër. 9 qarqe aplikuan për herë të parë hapjen e parë të azilit publik në 1912. Në 1928 komisionerët e sapo emëruar në Lunacy autorizuan për të licencuar dhe mbikëqyrur azilet private. Akti i çmendurisë në 1845 e bëri ndërtimin e azileve në çdo qark të detyrueshëm me inspektime të rregullta në emër të sekretarit të brendshëm dhe kërkoi që azilet të kishin rregullore të shkruara dhe një mjek rezident. Në fillim të shekullit të 19 kishte disa mijëra njerëz të vendosur në një stër institucionesh të ndryshme në të gjithë Anglinë, por deri në vitin 1900 shifri ishte rritur në rreth 100.000. Kjo rritje përkoi me specializimin mjekësor. Trajtimi të burgosurve në azilet e hershme të çmendurive ishte ndonjëherë shumë brutal dhe i fokusuar në kontroll dhe kufizim. Në fund të shekullit të 19 dhe në fillim të shekullit të 20, institucionet psikiatrike pushuan se përdoruri terma të tillë si çmenduri, marrëzi ose i çmendur, të cilat supozuan një psikozë unitare dhe filluan të ndaheshin në shumë sëmundje mendore, duke përfshirë katatonin, melankolin dhe çmendurin. Në vitin 1961 sociologu Erving Goffman përshkroi një teori të institucionit total dhe procesit në cilin duhet përpjekje për të mbajtur sjelljet dhe procesit me cilin duhen përpjekje për të mbajtur sjelljet të parashikueshme dhe të rregullt nga ana e rojes dhe rrëmbyesve. Me valët e njëpasnjëshme të reformave dhe prezantimin e trajtimeve efektive të bazuara në prova, spitalet moderne psikiatrike i japin një tekst parësor në trajtimit e mëtej. Ata përpiqen aty ku është e mundur të ndihmojnë pacientët të kontrollojnë jetën e tyre në botën e jashtme me përdorimin e një kombinimi të barnave psikiatrike dhe psikoterapisë. Këto trajtime mund të jenë të pavullnetshme. Trajtimet e pavullnetshme janë ndër praktikat e shumta psikiatrike që vijnë në dyshim nga lëvizja për shtirimin e pacientit mendor. Dhe tani do të kalojmë në rubrikën i ftuar javës, ku sot do të kemi në studio zotin Gentian Jaupi. Gentian Jaupi ka mbaruar shkollën gazetari në Universitetin Aleksandër Xhuvani në Elbasan dhe master në redaktori tek filologjiku në Universitetin e Tiranës. Ai është aktualisht drejtori i kulturës, turizmit, trashëgimisë kulturore dhe sporteve në Bashkinë Kavaj. Zoti Jaupi, mirë se erdhët në emisionin tim. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta kënaqësita ime ju sot. Shkaku për cilin ju na nderoni sot në emision është sepse një aktivitet i përmasave kombëtare, ndoshta dhe më tej, u zhrealizua nga Pallati i Kulturës Kavaj në drejtimin tuaj. Ky event u quajt Sofra e Kavajës. Cili ishte qëllimi i vendosjes së këtij emri? Përcaktimi i emrit Sofra e Kavajës, i këtij eventi artistik, të themi i përmasave kombëtare, nuk është se ishte shumë i vështirë për të përcaktuar. Definicioni i këtij termi ishte për shkak se Kavaja ndër vite e ka në gen dhe ka në traditën e saj mikpritjen dhe bujarinë. Edhe pikërisht për këtë arsye sofra jon, Sofra Kavajës, ka qenë gjithnjë mikpritse dhe hapur për të gjithë. Ndaj kjo ishte edhe ideja e vendosjes së këtij emri, Sofra e Kavajës. A do të vijojë ky aktivitet i këtyre përmasave gjithë gjatë viteve në vijim? Që në gjenezë të realizimit të këtij projekti, ideja ishte që ky të jetë një aktivitet i përvitshëm, domethënë që të kthehet në një traditë e mirë për qytetin tonë dhe besojmë dhe mendojmë që ne do ta vazhdojmë këtë projekt
por duke lënë edhe si trashëgimi i qytetit tonë, edhe kur në një të nesër mendosh tani nuk do të jemi këtu ku jemi, po gjithsesi qyteti do i ngelë një dhuratë e bukur dhe shpresojmë shumë që kjo traditë të vazhdojë edhe vitet që vjen. Dim që shumë aktivitete janë bërë në qytetin e Kavajës nga të gjitha bashkitë e kaluara, por kjo për mas më jep të drejtën të pyes kush janë iniciatorët dhe realizuesit. Në fakt, të them të drejtën, që në krye të herës, sapo mora detyrën e drejtorit kulturës, detyra më e rëndësishme ose domethënë ajo piketa më e rëndësishme që mua më caktua si objektiv ishte pikërisht organizimi i këtij aktiviteti, i quajtur Sofra e Kavajës. Iniciatori kryesor i këtij aktiviteti normalisht ishte kryetari i bashkisë, zoti Fisnik Qose, i cili e kishte në vizionin e tij që ky eveniment të realizohej në të tilla përmasa. Normalisht me synimin që kjo të mbetet një traditë e mirë qytetit tonë edhe të vazhdohet edhe më tej. Kështu që një falënderim mundohet ta bëhe për kryetarin e bashkisë, edhe për besimin, por edhe për mbështetjen e pakufishme që na dha për realizimin e këtij projekti. Pastaj disa komponentë tjerë normalisht ndihmuan në realizimin e këtij projekti, siç është edhe Drejtoria e Kulturës, le të themi drejtori i Qendrës Kulturore të Fëmijëve Ilir Derjaj, i cili ndihmoi në realizimin e programit artistik Gjës. Kështu që në realizimin e këtij projekti ka disa komponentë të cilët u bën bashkë për ta shtyrë dhe për ta çuar përpara këtë realizimin e këtij projekti. Por sigurisht që ideatori kryesor i realizimit të Sofrës Kavajës ishte kryetari i bashkisë zoti Fisnik Qosja. Sa kohë fizike u desh për të realizuar ky projekt? Të themi që ky projekt na ka marrë goxha kohë, ka qenë një përgatitje ose një organizim intensiv, sepse shumë përbërës duheshin bërë bashkë për të realizuar një projekt të tillë. Le të themi që nga programi artistik, organizimi të ftuarit që vinin nga fusha të ndryshme, mund të them pa frikë që ka qenë një punë kolosale e komplet drejtorisë kulturës, por jo vetëm, dhe pak a shumë na ka marrë kohë, le të themi rreth një muaj e gjysmë. Sipas informacioneve, përveç shumë këngëtarëve Kavajës, të ftuar kanë qenë dhe Kastrio Tusha dhe Shkëlxhen Jetishi. Mund të na thoni si janë ndier mish kundrejt ambientit dhe muzikantëve vendas? Pikërisht siç edhe shpjegova në fillim të intervistës, konotacioni Sofër do të thonë që Kavaja është një vend mikpritës. Edhe ne nuk ngelëm brenda kontureve vetëm të artistëve vendas, të cilët janë të shkëlqyer dhe janë fantastik, por vendosëm që të kemi disa të ftuar të tjerë nga trevat, domethënë shqipfolse, po themi kështu. Kastrio Tusha dhe Shkëlxhen Jetishi u ndjen shumë mirë në shoqërinë edhe le të themi në shoqërinë e instrumentistëve dhe artistëve vendas të qytetit tonë. Dy këngëtar Kavajës të cilët ndodhen jashtë shtetit, pikërisht në Amerikë, sapo morën ftesën tuaj, u përgjigjen menjëherë. Mund të na thoni si janë ndier ata? Ideja ishte që domethënë organizimi i kësaj sofre nuk mund të bëhej pa personalitetet e qytetit tonë, sidomos të fushës së artit dhe të muzikës. Edhe për këtë arsye ne sapo u morëm organizimin, domethënë sa filluam hapat e parë të organizimit të këtij aktiviteti, ftuam edhe kontaktuam me njëherë dy artistë që janë shumë të famshëm në qytetin tonë, cilët i kanë dhënë tonin muzikës dhe artit të Kavajës. Amar Darkaxhiu, një këngëtare e mirënjohur me famë kombëtare, le të themi, jo vetëm brenda qytetit tonë, por edhe Ilir Sallaku, një këngëtar le të themi fantastik i këngëve qytetare popullore. Ato mirëpritën me përzemërsi ftesën tonë dhe normalisht u bën pjesë e sofrës me dëshirën më të madhe për të kontribuar dhe ata dhe për të dhënë edhe ata për të lënë ata shenjën e tyre në këtë eveniment. Tani do t'ju bëj një pyetje me spec. Si është sjell Bashkia e Djathtë Karshi Krau të majt politika? Ka pasur selektime në përftesa? Gjë më e bukur në realizimin e këtij projekti ishte domethënë gjithë përfshirja. Ky ishte mesazhi kryesor që ne donim të japim qytetarëve të Kavajës, që përveç dhe pavarësisht ndasive politike, ne jemi të gjithë qytetarë dhe bashkëtojmë me njëri tjetrin dhe jeta na lidh në shumë rrethana.
pikërisht sofra kishte si synim të ishte gjithëpërfshirëse, edhe t'i ultet gjithë bashkë në një ambient festiv, në ambient këndshëm, qytetarësh, lodhës dhe pa, jashtë luftës politike që ne mund të kemi edhe në përditshmërinë tonë. Edhe besoj që ky ishte edhe mesazhi kryesor që sofra donte të jepte dhe që e përçoi me sukses. Në këtë eveniment në sofrën e Kavajës ka qenë ftuar të majtë, të djathtë, pa parti, intelektual, biznesmen, doktor, të gjithë njerëzit që kontribuojnë dhe japin për qytetin tonë, ne menduam që t'i kthejmë diçka mbrapsht me këtë organizim që ndërmorëm. Zoti Jopi, faleminderit që ishit i ftuar në emisionin tim. Faleminderit për ftesën dhe ishte kënaqësi. Tani do të kalojmë në rubrikën Parashikimi i motit. Territori shqiptar për ditën e diel parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm, me vranësira kalimtare dhe rrezë dielli që do të përshkojnë të gjithë territorin, të shoqëruara nga rreshje të pakta shiu, kryesisht në pjesën veriore të territorit. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 2 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 16 gradë Celsius. Era do të frymë një shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metër për sekond në drejtimin juglindor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 3 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër, 11 deri në 13 gradë Celsius. Kukës, 3 deri në 8 gradë. Peshkopi, 6 deri në 12 gradë. Tiranë, 10 deri në 15 gradë. Durrës, 12 deri në 16 gradë. Kavaj, 13 deri në 16 gradë. Elbasan, 9 deri në 15 gradë. Berat, 8 deri në 14 gradë. Korç, 2 deri në 10 gradë. Vlorë, 11 deri në 16 gradë. Gjirokastër, 6 deri në 13 gradë. Sarand, 8 deri në 14 gradë Celsius. Tani ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës për ditën e diel. Territori i Kosovës për ditën e diel parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm, me diell dhe vranësira kalimtare që do të përshkojnë të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 1 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 13 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovic, 1 deri në 10 gradë Celsius. Podujev, 1 deri në 10 gradë. Skënderaj, 2 deri në 10 gradë. Pej, 2 deri në 10 gradë. Prishtinë, 3 deri në 10 gradë. Gjakov, 5 deri në 13 gradë. Marishev, 4 deri në 12 gradë. Gjilan, 3 deri në 10 gradë. Ferizaj, 2 deri në 11 gradë. Kaçanek, 2 deri në 10 gradë. Prizren, 1 deri në 12 gradë Celsius. Të nderuar të rishikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin e sotëm. Bashkë do të takohemi sërish nesër për në të njëjtën orë. Ndërkohë ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizionsi dhe mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Twitter dhe Facebook, si dhe në website-in ton drita.tv.